qytetet, rrugët, sheshet, ashtu si njerëzit kanë jetën e tyre. I tillë është edhe ky shesh i Tiranës. Çdo ditë kalojmë këtej pa u kujtuar se mbi trupin e tij kanë kaluar miliona njerëz. Qindra e mire të tjera ecin, ndëtojnë. Njëra pas tjetrës vijnë gjeneratat. E në çdo kohë ai kështu dëshmoi njerëzve. Historisë. Karvanet e luftëtarëve këtej u nisën në shekull. Karvanet e luftëtarëve. Ata të 12-ës, të 14-ës, të 20-ës e më vonë. Nga një han i thjesht ka nisur krijimi i qytetit. Në themel të tij si për çudi, qëndron një legjendë dashurie. Cila ishte gjeneza e tij? Tirana e përmendur në analet e kronikëve turq të shekullit të 15, merr formën e një qytete në shekullin e 18. Megjithatë, ky ishte sheshi i një qyteti të humbur që vetëm në 1920 dhe më vonë do të quhej kryeqytet. Kalonin vitet. Jeta e sheshit lëvizte me monotoninë dhe dëshirën për të jetuar. Ishte tabloja e këtij regjimi anadollak në të shesh. Dhe kur mbreti e mbathte këtej fshehura si popullit, mbi trupët e tij shfaqeshin perandorët e hekut.
e sa herë fuqiti të shesh nga zërat e revoltës. Mi generalët e perandorët gjithmonë ngriti dorë të qëllonte. Jo vetëm Vasilaçi, përdora e një populli të tërë, vetë historia kombëtare qëlloi. Ditë kushtimit e 1939, me terrorit të 41-shit. Por në kohë të vështira rreziqesh të mëdha, historia dhe kombi i kanë thirrur dhe nxjerrë në luftë polisit e vet legjendar. E vështirë të krijosh botën e një njeriu kaq të madh, që 33 vjeçar në krye të djalërisë shqiptare, niste atëherë për Shqipërinë një epokë të re. Nga nisi kjo? A nuk nisi edhe nga ai dyqani vogël me emrin Flora në zemër të sheshit? Nga demonstratët që nisin këtej si prologu i luftës heroike që do të bënte ky popull? Pesë vjet luftë. Ja gërmarët e bunkierit nazist që dikur mbillte vdekjen. I fshehur thellë si një plagë vjetër në gjoksin e qytetit, pa prit më të shfaqet për të rrëfyer agoninë e tij. Këte erdhëm plot marshe të zhumsh me amiqtë tuaj. Po këte ju kthyen dhe ikën me tmerr të mundur. Atë natë të 17 nëndorit, sheshit e qytetit s'kishin dritë. Për njerëzit ndezën pishtar, e këta pishtar u ndezën në çdo festë të lirisë. Çdo 29 nëndor, ky shesh në mbledh të gjithëve në gjilin e tij.